Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Studio 24 edhe në këtë fillim jave. Emisioni sot do të nisë me atë që ndodhi në Shkup, në fakt, ku deri para pak momentesh studentët protestonin sërish për gjuhën shqipe. Do t'ju ftoja të ndiqnim disa pamje, po ashtu edhe disa nga momentet më kulminante të kësaj proteste, për të rikthyer në studio e për të analizuar paksa atë që ndodhi atje në funksion sigurisht edhe të një zgjidhje të mundshme, asaj që kërkojnë vetë studentët, të cilëve sot ju bashkuan edhe të rinj nga Kosova, po edhe nga Tirana zyrtare. Këto janë pamjet e protestës, pra që ne kemi arritur të fiksojmë nga transmetimet tona të drejtë për drejta, kanë qenë mira shqiptar që janë mbledhur në Shkup të Maqedonisë së Veriut për protestën e tyre për gjuhën shqipe. Janë grumbulluar atje studentë shqiptar të Republikës së Maqedonisë së Veriut, janë bashkuar studentë nga Kosova, nga Shqipëria gjithashtu, por këta të fundit kujtoj se janë ndaluar nga policia dhe janë kontrolluar një nga një dhe mezi i janë bashkuar protestës. Disa madje janë detyruar të kthehen mbrapsht. Megjithatë, thirrjet që janë vënë re gjatë protestës së sotme kanë patur të bënin sigurisht me gjuhën shqipe, e cila nuk negociohet. Kjo lexohej nëpër pankartat e studentëve apo gjuha shqipe amanet e të tjera me radhë, si për shembull një tjetër që mund të veçoj është ligji në letër diskriminim në praktik. Gjykata politike e Maqedonisë së Veriut e tillë konsiderohet ajo, respekto ligjin për gjuhët, gjykata destabilizuese, politika ka korruptuar gjykatën kushtetuese, mos ma përktheni të ardhmen, kjo gjuhë ka dëshmor pas vetes, apo edhe ligji për gjuhët është i qartë. Këtë kërkojnë studentët në protestën e tyre të radhës, një protestë e cila sot e ka veshur Shkupin kuqezi në fakt dhe ka marrë vëmendjen e mediave vendase, por jo vetëm. Sigurisht vëmendje të veçantë kjo protest ka marrë edhe nga Tirana zyrtare. Për këtë arsye ne në nisjet e emisionit sot e konsiderojmë të rëndësishme dhe japim hapësirën e nevojshme për të analizuar disi edhe me ata që ishin pjesë e kësaj proteste, po përpiqemi të komunikojmë edhe me politikan nga Maqedonia e Veriut. Ky popull nuk zhduket nga vendime zyrash e as nga frika e politikës. A jemi mysafir? Ne këtu, a jemi ardha cak? Ne jemi autokton. Dhe atyre që na thonë sot prisni, ne u themi nuk presim më. Sot jemi këtu, të bashkuar, nga Tetova në Shkup, nga Gostivari në Kumanov, nga Tirana në Prishtinë. I bojmë thirrje edhe kryeministrit Kristian Mickoski. Mos e lini këtë temë të mbetet vetëm deklarata për media. Tregoni leadership, tregoni se kishte ditë të zgjedh problemet përmes dialogu, drejtësisë dhe respektit. Ne rebelohemi kur na mohohet e drejta. Dhe një mesazh për të gjithë përfaqësuesit politik shqiptar. Studentët nuk ka nevojë për gara, deklaratash apo reagime të përkohshme për publikun. Sot kërkohet koordinim, përgjegjësi dhe angazhim konkret. Kjo është një çështje që duhet i bashkojë të gjithë, pa dallim partijake, sepse ka të bëjë me barazinë, drejtësinë dhe të ardhmen e të rinjve. Shqiptarët kanë kaluar kohë edhe me të vështira. Kanë kaluar kohë me dhunë, me poshtërime, me mohime. Por gjuha shqipe as nuk është dukur e as nuk do zhduket. Protestës sot i është bashkuar edhe aktori minjor Lart Vasili, me cilin po përpiqemi të komunikojmë në lidhje të drejtë për drejtë. Ai ndodhet në Maqedoni, po unë pa humbur kohë, po ju prezantoj edhe panelin. Sigurisht ne jemi mbledhur për diçka tjetër dhe unë do t'ju prezantoj pas pak temën, por ndoshta të gjithë panelistët tanë kanë një koment sot për atë që ndodhi në Shkup. Është Ivi Kaso, deputet i Partisë Demokratike me mua sot. Mirëmbrëma, mirë se erdhët, kënaqësi të jemi së bashku. Është Redi Muçi, deputet i Lëvizjes Bashkë.
më mbroma, mirë se erdhët, kënaqësi të jemi së bashku. Është Andon Kume, ekspert zgjedhor, sepse ne do të flasim sot për reformat më të rëndësishme të vendit që diskutohen sot mes partive politike, reforma zgjedhore dhe ajo territoriale administrative. Mirë mbroma, mirë se erdhët, kënaqësi të jemi së bashku dhe kolegu im Klevin Muka, i cili është në përditshmërinë e tij me lajmin, e ka bashkëudhëtar, kështu që ka informacionet e nevojshme në lidhje me çka diskutojmë këtë mbrëmje. Mirë mbroma, mirë se erdhët. Nga koha për të zgjuar në studio 24. Nesërisht koha për të zgjuar. Zoti Kaso, ju keni një koment për protestën e studentëve? Pra, ata sot kanë falenderuar Kosovën, kanë falenderuar Shqipërinë për mbështetjen që i ka dhënë vazhdimisht kauzës së tyre. Besoj që nuk ka shqiptar sot që nuk bashkohet me kauzën e drejtë të studentëve shqiptar, të cilët të drejtat e fituara me rezistencë, me përballje, të drejtat e fituara edhe me armë, me rezistencë të armatosur, të cilat janë pjesëmarrëveshjes së Ohrit, garantohen në letër, të jenë efektive dhe të jenë të aksesueshme për të gjithë. Kanë gjithë të drejtën që kauza e tyre është reale dhe të jetë e tillë, le të themi, deri në fund, kërkojnë që provimet t'i japin në gjuhën e tyre amtare dhe besoj që me ndihmën edhe të faktorit shqiptar atje dhe të një pjesë të mirë të faktorit politik shqiptar në Maqedoninë e Veriut, cilët janë bashkuar, madje edhe kanë garantuar që do të ndodhi, pra që rezistenca paqësore e studentëve do të përfundojë me sukses. Besoj që do t'ja arrijnë sepse nuk ka asnjë arsye që një e drejtë e tillë themelore të mohohet në një vend i cili gjithsesi po bën edhe përpjekjet e veta në rrugën drejt antarësimit drejt familjes madhe europiane. Në fakt, Shqipëria në takimin e fundit që zoti Mexhiti ka pasur me Tiranën zyrtare, atëherë kur komentuai deklarimi bërë nga Ministri i Jashtëm për shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, ndër të tjera u sigurua mbështetja që Shqipëria do t'i jepte Maqedonisë në lidhje me këtë kauzë, me këtë protestë që studentët vazhdojnë. Ju ndërpres vetëm një moment pasi kam gati aktorin e minjor Lajrit Vasili live nga Shkupi, se kemi vështirësi për tu lidhur, kështu që pa humbur kohën, po kaloj me njerë linjën tek ju. Mirëmbrëma Lajert, shikoj që nuk jeni vetëm. Mirëmbrëma Ola, mirëmbrëma, nuk mund të isha vetëm pas gjithë asaj proteste, kur... Po, ju dëgjoj, nuk ju shikoj, po ju dëgjoj. Ka probleme komunikimi ynë, në fakt kemi minutat të tëra që përpiqemi të komunikojmë me Vasilin, dhe po, ka ndërprerje të erpastershme, kështu që po Lart, më thuaj. Okej, shiko, jam këtu pas protestës, situata ka qenë pak jo fort e këndshme, kanë ndodhur arrestime, siç ju thash, djali dëshmorit Ismail Mehmeti, Betim Mehmeti është arrestuar. Unë në protest u bashkova me veteranët e UÇK-s, me Nuhet Tahirin edhe Agim Pllashnikun, edhe sistemi në shqiptarët tash janë besën e tyre, dhe do t'jetë i vështirë kthimi në Shqipëri, sepse ka postobllogje, do me thënë, është goxha... E kuptoj, ju me kë jeni aty? Kush janë ata dy zotrinj që ndodhen pranë jush? Presim të rilidhemi, sërish të shkëputur lidhja me Lart Vasilin. Tani ju dëgjoj sërish, Ola, më falë, po janë... Është e kuptueshme në një transmetim të drejt për drejt dhe në këtë distancë që jemi është e kuptueshme, po. Kush janë dy zotrinj që ndodhen pas jush? Po ju thoja, zotrinj janë dy veteran të UÇK-s, është Nuhet Tahiri dhe Agim Pllashniku nga batalioni 138, janë dy veteran të madje edhe me plagë në trup që kanë ardhur sot në ndihmë të studentëve të Shkupit, por në ndihmë të identitetit, të çështjes kombëtare të gjuhës shqipe në të tre anët e kufirit. Kjo gjuhë ka dëshmor pas vetes, ka qenë mbi shkrimi në një nga pankartat që unë kam lexuar sot në këtë protest. Po. Dhe sigurisht është e qëllimt prezenca e dy zotrinjve pas jush. Lart, më thoni, ju... Po. Patjetër, sepse, siç të thash, Ola, ka pasur arrestime, ka bllokime rrugësh, ka postobllogje, kështu që i falenderoj të dy luftëtarët e UÇK-s që më kanë marrë besën e tyre dhe
jemi në një ambient këtu ku nuk mund të them ku jemi se e kuptoni, News 24 nuk ndiqet vetëm në Shqipëri, por jam mirë dhe Ka që rrezikshme? Dhe çfarë frikë keni që mund të vinë aty tek ju menjëherë? po tani unë do e bëja të sheshi, siç të premtova në lidhjen tonë të më parshme, po është pak e pamundur Ola për ta bërë të sheshi. E kuptoj. Kolegu im Klevin Muka, i cili po ju dëgjon, po pyeste, ka që rrezikshme është vendodhja nëse publikohet? Janë bërë arrestime. E kuptoj, dhe mund të vinë dhe atje. Sa duket, nuk e kuptojnë që ne jemi autokton dhe ju ardhacak në këto troje. Mjafton t'i referojmë historisë kur Dardania që në kone perandorisë romake ishte Shkupi, ishte qendra e Dardanisë, më falni, apo në kone perandorisë otomane ka qenë qendra e vilajetit Kosovës, dhe deri në 1919 81% e popullsisë ishte me kombësi shqiptare. E tani, do me thënë, të diskutohet çështja e gjuhës shqipe është një paradoks i jashtëzakonshëm. Populli jonë ka treguar që me luftë ja ka dalë gjithmonë. Problemi ne e kemi në paqe, në demokraci, në diplomaci nuk dim ç'të bëjmë. Sepse ne në letra i kemi humbur 2/3 e trojeve shqiptare. Me pushk i kemi marrë gjithmonë. E kuptoj. Lajrt, juve ju ftuan për të marrë pjesë në protesta apo dëshiruan të shkuat nuk vetë? më fton njeri mua dhe nuk ka nevojë të ftoj njeri mua për gjuhën shqipe dhe për atë dheun, por zyrtarisht nuk kam patur asnjë ftesë. Ashtu siç nuk kisha asnjë ftesë në Athinë në 99 kur marshova me flamurin shqiptar për luftën e Kosovës, edhe këtu nuk kisha asnjë ftesë, unë vi nga amaneti i Timeti për një kom, një gjuhë dhe një flamur. Nuk më duhet ftesa për Shqipërinë dhe për shqiptarin. A keni patur ju probleme në kufi se shumë njerëz janë kthyer mbrapsht ose janë kontrolluar në të sjetëra? Unë jam djalë kolonelësh, unë e di shumë mirë strategjinë e luftës. Di shumë mirë zbulimin dhe kundër zbulimin, jam nisur që pak dhirë dhe kam kaluar kufirin në mëngjes ku ende nuk kishte filluar të organizoj bllokimi automjeteve që vinin nga Shqipëria dhe dërgimi i tyre në drejtim të Kumanovës. Unë kam hyrë shumë shpejt, prandaj nuk pata problem. Okej, deri në çpik jeni i gatshëm të shkoni për këtë protest, për këtë kaos, Lart Vasili? Do t'rregojnë zhvillimet e natës së sotme. Do t'rregojnë zhvillimet e natës së sotme, Ola. Pritën zhvillime sot në mbrëmje, natën? Pala zyrtare e Shkupit hesht, unë besoj që nuk kam tolerim kur të mohohet gjua. Nuk e çfarë bën. Priten zhvillime gjatë natës? Pse thoni do ju tregoj zhvillimet e natës? Zakonisht është ajo që themi ujku mjegull kërkon, kështu që ta shohim. Por ne bitë e Shqipes jemi mësuar të shohim nga lart, kështu që besoj që do e përballojmë. E kuptoj. Tani që ju jeni në atë protest dhe që ishit dhe jeni ende aty, këtë e di gjithë Tirana, besoj dhe zyrtarët e Tiranës zyrtare. Keni patur në një komunikim me ta? Nuk të hamensoj unë për zyrtarët. A keni patur, ju ka kontaktuar dikush? Zyrtarët ndoshta na ndjekin nga zyrat e tyre. Unë këtu jam me 2 njerëz të terenit. Shqipëria është në mbështetje të kësaj proteste, të kësaj kauze. Ju e dini apo jeni skeptik për këtë? Urdhroni? Shqipëria është në mbështetje të kësaj kauze. Apo ju dyshoni për këtë? Ola, të lutem dhe njerë pyetjen se nuk të dëgjova. Shqipëria dhe Kosova është në mbështetje të studentëve të Maqedonisë së Veriut. Ju e dini këtë? Jeni skeptik apo çfarë? Shqipëria është në mbështetje të studentëve të Shkupit dhe të Maqedonisë së Veriut. Prandaj dhe ju pyeta nëse ndonjë nga zyrtarët e Shqipërisë ju ka kontaktuar, duke qenë se jeni pjesë e protestës sot. Mua jo. Edhe njerë po ta përsëris, Ola, nuk pun kanë zyrtarët me çështjen e gjuhës dhe të atë dheut. Në fund e gjitha politike është Lart pastaj apo jo? Bjem dakord për këtë? Detyrim kushtetues, suvereniteti kushtetues Shqipërisë. Ne në politikë humbëm 2/3 e territorit. Në luftë i morëm, po ta them sërish. Ne kuptoj. Nëse zotrinj kanë diçka për të deklaruar për News 24, mund ta bëjnë, jemi live. Do preferonin të rinin në heshtje. Po pse? Kështu ma kanë kërkuar. E kuptoj. Ke një pyetje, Levi? Ke pyetje për Lartin? Jo, deri ku, se ne kemi pasur episode në të shkuarën Lart, 2015-ën, betejë 9 majit, ku shqiptarët fatkeqësisht shkuan mish për top. Pavarësisht se ata e kanë bërë luftën e tyre në 2001-shin, arritën edhe në marrëveshje, zgjedhja e tyre që kërkonin të ishin pjesë e një shteti heterogjen, në të mirë të gjithë menduan, pavarësisht se si shkoi situata. Tani, çfarë pritet të ndodhë më? Aq e tensionuar situata?
Shiko, ka ndodhur arrestime, si që ju thash, janë ngritur post-blloqe në rrugë dhe po pengohet largimi i automjeteve. Nuk mund të them më tepër sepse edhe ne po e ndjekim nga televizioni, nga kanalet lokale këtu, se ç'po ndodh. E kuptoj. Lart, a keni informacion nëse ka patur, se unë ju thash, pra informacioni që kemi ne është që në kufi disa janë ndaluar, disa janë kthyer, janë kontrolluar me imtësi ndryshe nga që ndodh në të zakondshmen. A ka patur ndonjë person që mund të jetë konfliktuar, ndoshta dhe dhunuar, ka patur incidente? Nuk e di këtë gjë sepse unë kam hyrë shumë herët në orët e para të mëngjesit. Në kufi nuk e dini, po në protest ka patur incidente? Në orët që të tjerët janë nisur nga Tirana, unë kam hyrë në Shkup. Kështu që nuk e di se kush mund të jetë konfliktuar, ndaluar, devijuar, apo çfarë do llogje tjetër. Po në protest ka patur incidente, keni informacion? Çfarë keni parë ju domethënë gjatë? Jo, gjatë zhvillimit të protestës, protesta ishte një protestë shumë paqësore, protesta ndoqi të gjitha rregullat e demokratike, në shpërndarje të protestës, po janë ndaluar individ në për rrugica nga policia dhe janë marrë në hetim dhe disa prej tyre që kanë kundërshtuar janë arrestuar. Sa është numri të arrestuarve, nëse gjithmonë e keni këtë informacion? Ende nuk e dim, Nuk e dim ola këtë, nuk e dim. Kur është protesta e radhës? E keni këtë informacion? Protesta e radhës? Jo, nuk e kemi si informacion. Po ju personalisht sa do të qëndroni aty? Nuk e kemi, pastaj kjo është punë e gazetarëve, ola. Jo, ju, sa do të qëndroni ju në Shkup? Do të ktheheni nesër apo do të qëndroni? Sa do të qëndroni? Ola, po ta them unë ty këtë live, e kupton që s'është gjë e mirë. E kuptoj. Tani, lajër dhe fundit, aty në Shkup, nga gjithçka që ju pat në këtë protest, po edhe nga reagimet që mund të kenë ardhur atje, dëgjojnë, flasin e shikojnë ata aty, apo jo? Jashtëzakonisht, emocioni ka qenë shumë i madh, sidomos kur pan luftëtarët e UÇK-s në krahët e tyre, mua më kanë pritur në mënyrë jashtëzakonisht të përzemërt, duke më thënë faleminderit që je këtu, unë u thash faleminderit që u ngritët ju. Pa për mua është detyrim. Po, protestuesit po, qeveritarët e kisha fjalën. Po të kujtoj edhe një herë, Ola, që ne që jemi disi mbi të 30-at, ti do me thënë se unë jam 50. Jo, unë jam 43 në fakt. Neve na kujtohet shumë mirë se si një lëvizje studentore përmbysi regjimin diktatorial në Shqipëri. Kështu që të mos çuditemi nëse kjo lëvizje studentore mund të jetë shkëndija për ndryshime shumë të mëdha në Shkupin, qendrën e Dardanis, së dikurshme. E kuptoj. Lart Vasili, faleminderit për këtë komunikim të drejtë për drejtë që patëm së bashku. Nga unë, Tahiri dhe Agim Pllashniku. Ju përshëndes dhe ju përshëndesin të gjithë të ftuarit e kësaj mbrëmje që sigurisht ju dëgjuan. Pas pak do të kemi një komunikim me zotin Izet Mexhiti, japim kohë gjithë për të lidhur me të edhe për të kuptuar se çfarë po ndodh nga ana politike tani, se si mund të vi zgjidhja ose kur mund të vi zgjidhja, sepse sigurt është që protestat nuk do të ndalen. Kështu që unë po përfitoj të marrë një koment edhe nga zoti Muçi në lidhje me protestën në Shkup. Ju do kishit dashur t'i bashkoheshit? Padyshim që po, mendoj se dia dhe përftimi i saj, sidomos dia universitare, nuk mund të kufizohet ose të kushtëzohet apo të monopolizohet, le të themi, brenda një konteksti institucional që bën të mundur aksesin vetëm nëpërmjet gjuhës maqedonas, le të themi. Kështu që në këtë kontekst gjuha shqipe është mënyra drejt për drejt dijes për ata studentë universiteti që dashur pa dashur përfaqëson rreth 40% të mbar shoqërisë së Maqedonisë së Veriut. Pra, mua më vjen shumë mirë që shoh protesta, gjallëri, janë padyshim në të drejtën e tyre. Dhe më kujtojnë në farë mënyrë edhe protestat e vitit 2018 studentore, pra në Tiranë, që patër një gjallëri dhe një vitalitet të veçantë. Dhe do shpresoja shumë që studentët shqiptarë të merrin shembull nga studentët për te kufirit të Maqedonisë, për të reaguar dhe ata për situatën në cilin ndodhet arsimi në vend dhe që do thoja unë është shumë keq se sa në vitin 2018, kështu që ka plot vend për të protestuar. Për sa i përket protestës studentore në Maqedoni, jemi absolutisht në mbështetje të nismës tyre. Pse nuk ishit sot atje apo për shkak të agjendës tuaj? Për shkak të angazhimeve, por që sigurisht në vazhdimsi do shohim mundësinë për të qenë.
Se nuk protestohet, koleg, si në Maqedoninë e Veriut këtu në Shqipërinë tonë? Tani, jemi në kushtet ndryshme. Tje, në Maqedoninë e Veriut, dhe unë doja të cekja një prizëm tjetër, në fakt. Shteti jonë e ka detyrim ligjor me nenin 8 kushtetutës, siç e përmenda më herët, që të mbrojtë gjithë faktorin shqiptar, edhe jashtë kufive. Dhe më duket sikur shqiptarët e Maqedonisë Veriut, pavarësisht se edhe ata e kanë bërë luftën, pavarësisht se zgjodhën ndryshe nga Kosova që kërkoi për pavarësi dhe sovranitet plot, me marrëveshjen e Ohrit në pas luftës, pas 2001-shit, zgjodhën që t'jenë në një shtet heterogjen bashkë me faktorin Maqedonas, pa kërkuar ndarjen e shqiptarëve nga Maqedonësit. Kështu që mua më duket absurde që nuk kemi një reagim tonin, se nuk e di tani është emocion i zotit Vasili apo sa qëndron realisht situata, do të kesh frikë të dalësh jashtë se mos të arrestojnë, ndërkohë që ti e ke detyrim ligjor bashkëpunimin me shqiptarët edhe në qeveri, kemi një koalicion vlen që është bashkëqeverisës atje dhe kemi faktorin shqiptar që është detyrim kushtetues dhe shtet formues, është faktor shtet formues, është edhe detyrim kushtetutën e Maqedonisë Veriut. Kështu që nuk kanë dhe faj, deri tani ka patur të paktën 5 studentë arrestuar në dienin time, plus u arrestuar si shta zoti Vasili edhe djali i një dëshmori. Kështu që ata nuk duan të ajo që është më absurde është rrezikojnë. përçarja jonë në Maqedoninë e Veriut. Pra në një anë kemi BDI-n që është rrëzuar nga pushteti dhe nga ana tjetër koalicionin vlen që nuk mendojnë më për faktorin shqiptar, pra pavarësisht se ata janë aty sepse përfaqësojnë faktorin shqiptar, e kanë përqendruar betejën e tyre tërësisht në aspekte tjera politike dhe kërkojnë që të marrin një vend aty pa u unifikuar dhe pa bashkuar. Pra sëmundja jonë e vjetër që kur nuk mundemi do të bëhemi bashkë. Kështu që në këtë rast unë mendoj dhe e shoh detyrueshme një reagim të shtetit shqiptar si vend përgjegjës, si shtet përgjegjës për mbrojtjen e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Regjia nuk e di nëse e kemi gati zotin Mexhiti? Presim vetëm pak qaste. Ndërkohë, ju besoj... është absurde për mendimin tim që në një shtet si Maqedonia e Veriut, e cila është në mes të Ballkanit, mes të Evropës, diskutohen akoma këto çështje. Ata e kanë me ligj të posaçëm përdorimin e gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare në Republikën e Maqedonisë Veriut, e kanë në Kushtetutën e Republikës Maqedonisë Veriut gjuhën shqiptare si gjuhë zyrtare dhe nuk e quajnë gjuhë të dytë, po e konsiderojnë në kushtetut gjuhë që flitet nga më shumë se 20% e popullsisë. Pra është një kategori akoma më lartë ky lloj përkufizimi se sa gjuhë dytë zyrtare. Dhe të mos lejosh komunitetet që janë shqiptarë, janë shqiptar, të mësojnë dhe të zhvillojnë testimet në gjuhën e tyre, gjuhë e cila është e garantuar nga kushtetuta dhe nga ligjet, është e qëllimshme. Po shikoj, gjithmonë faktori Maqedonas në Maqedoninë e Veriut nuk e ka parë me sy të mirë faktorin shqiptar aty, pavarësisht se faktori shqiptar është pothuajse gjysma e Maqedonisë së Veriut. Jo më kot u bë lufta, jo më kot u bë marrëveshja e Ohrit, se marrëveshja e Ohrit kryesisht kishte garantime të drejtave dhe lirave të komunitetit shqiptar në Maqedoninë e Veriut. Edhe prej kësaj marrëveshje rrjedh edhe ligji për përdorimin e gjuhëve, për kësaj marrëveshje rrjedh edhe amendimet kushtetuese që kanë bërë për sa i përket përdorimit të gjuhës shqiptare. Pra situatë paradoksale, ta kesh një të drejtë në kushtetut dhe të mos ta ushtrosh dot. Kaq. Kështu që ata kanë të drejtë kur thonë se gjykatat ose gjykatat janë të korruptuara sot, se nuk japin drejtësi për atë që në fakt përmban kushtetuta. Po e ka kushtetuta, është e kohë të diskutosh, e ka kushtetuta, parlamenti e ka me detyrim të flasi shqip, të flasi maqedonisht. Institucionet e Maqedonisë së Veriut e kanë të gjitha me detyrim të marrin kërkesa në gjuhën shqipe, të kthejnë përgjigje në gjuhën shqipe. E atëherë pse qendër ka edhe e mundur që provimet e të universiteteve shtetërore shqipfolse, Maqedoninë e Veriut, të përdorin gjuhën shqipe në testimet e tyre. Testimin për avokatin. Deri ku mund shkoj kjo situatë në gjykimin tuaj? Zoti Kaso, deri ku mund shkoj? Se protestat nuk do të ndalen. Opozita, për shembull, veçanërisht opozita, do t'i mbështes studentët në mënyrat të tjera, ndoshta? Jo vetëm me artikulime publike kanë fjalën? Ka patur disa prononcime publike dhe të eksponentëve të opozitës. Jo, dhe me prezencë e kisha fjalën ose? Patjetër, neve jemi në një seri aktivitetesh politike, këtë fundjavën tjetër, domethënë jemi në procese zgjedhore dhe në aktivitetet tjera politike si protesta, betejë në parlamentet tjera, por sigurisht për sa të jetë mundur, jo vetëm me qëndrime publike dhe me kërkesë ndaj institucioneve të shtetit shqiptar për të reaguar në mënyrë zyrtare, jo si reagimi i turpshëm i ministrit jashtëm në rrjetet sociale, por të mbajë një qëndrim zyrtar,
ku të bëj efektiv atë detyrim dhe atë përgjegjësi kushtetuese që ka ADEU AM Shqipëria për sa i përket gjithë faktorit shqiptar që jeton në rajon, por edhe më gjerë, dhe sigurisht në një kohë sa më të shkurtër të jemi prezent, të jemi bashkë me ta, në mënyrë që, siç e tham, të drejtat që faktori shqiptar, atë jo vetëm studentët, i gëzon në kushtetut, i gëzon në ligje, i gëzon në letër, të bëhen efektive për të gjithë. Sigurisht e menjëhershme nëse situata është aq e nderë dhe aq e tensionuar sa tha zoti Vasili, dhe nuk kam arsye të besoj që nuk është e tillë, është emergjent një reagim zyrtar i Ministrisë së Jashtme, i cili nëse nuk vjen brenda ditës sotme, nesër mëngjes ka për qenë përgjegjësia jonë për ta kërkuar dhe për të ballafaqur institucionet e shtetit shqiptar me një formë reagimi sa më të shpejtë, se tek e fundit kjo është ajo që pret gjithë faktorët shqiptar. Në gjykimin tuaj pse ka munguar deri tani reagimi zyrtar? Unë besoj që i Ministrisë Jashtme, nuk kam arsye ta paragjykoj që vjen për mos sensibilizim ose mos mbështetje të protestës drejt, sepse, siç e thash, gjithë spektri politik të paktën në Shqipëri e ka konsideruar të drejta kërkesa dhe solidarizuar. Besoj që janë në ndjekje të situatës dhe sigurisht është i pashpjegueshëm mungesa e një reagimi publik deri tani. Por, siç e thash, nëse nuk vjen nesër në orët e para të mëngjesit, ka për qenë përgjegjësia jonë si opozitë për ta kërkuar dhe për të ballafaquar institucionet shqiptare. Po ju do e kërkoni? Pse mungon reagimi i qeverisë shqiptare në gjykimin tuaj gjithmonë? Apo i Ministrisë tonë të jashtme? Doja të spekuloja, po e shoh të domosdoshëm një reagim. Ne si Lëvizje Bashkë kemi reaguar që mbi një muaj kur ndodhi protesta e parë, pra në mbështetje të kërkesave të studentëve protestues, për mendimin tim nuk ekziston dhe nuk ka asnjë argument që të qëndrojë se pse nuk u jepet një drejt kaq elementare, do thoja unë, për një vend që aderon për më tepër, për të integruar në BE, dhe nga kjo pikpamje do thoja që çdo faktor shqiptar do duhet të jetë i zëshëm në mbështetjen e studentëve që protestojnë dhe të mos ketë pikë dyshimi sa i përket pastaj interesat të vogla ose qoftë edhe gjë politike. Në raste të tilla me fjalë nuk ka asgjë për të na bërë bashkë, si thua, me faktorin shqiptar edhe për te kufive. Pyeta edhe pak më herët ju pyesliu, deri ku mendoni se mund të shkojë kjo protestë? Unë shpresoj shumë që këmbgulja e studentëve protestues të sjellë ndryshime, pra kërkesat e tyre të realizohen sa më shpejt që të jetë e mundur, dhe kjo është logjika, domethënë, sepse edhe në vende të tjera të rajonit, madje edhe në vetë Shqipëri, domethënë kemi pas proteste studentore dhe protestat studentore japin një shpresë dhe gjallëri mbar shoqërisë. Në këtë aspekt mendoj se këmbgulja e tyre në kërkesat që kanë parashtruar herët ose vonë, por shpresoj që sa më herët të sjellë realizimin e tyre. Në fakt, kryeministri i Maqedonisë së Veriut sot është takuar, ka zhvilluar një takim pune me bashkëkryetarët e koalicionit Vlen, zotin Bilal Kasami dhe zotin Izet Mexhiti. Zotin Mexhiti, unë kam në lidhje të drejt për drejt në këto momente. Mirëmbrëma, kënaqësi t'ju kem sërish në studio 24, zotin Mexhiti. Mirëmbrëma. Faleminderit për kohën. E para, cili është komenti juaj për mbarvajtjen e protestës sot? Si e vlerësoni ju protestën sot? Kjo është edhe ndryshimi, se të kaluara dhe më thonë studentët edhe nuk kanë protestuar, jo se nuk kanë pas probleme, po kanë qenë të privuar nga kjo e drejtë, i kanë menaxhuar që mos protestojnë, sepse provimin e jurisprudencës 20 vite pra e japin në gjuhën maqedone. Pra është vlerë demokratike, i kanë qenë protestat të qeta dhe ne i përkrojmë, pra si zë të cilët kanë shumë drejtë, të cilët kanë studiuar në gjuhën shqipe dhe kanë të drejtë dhe provimin e jurisprudencës ta mbajnë në gjuhën shqipe. Pra ka pas vetëm 2 momente, një ka qenë me një autobus me 20 student, pra flas për sa ka pas 2000 mendoj protestues, të gjithë në mënyrë të lirë, pra kanë marrë pjesë, kanë shpreh mendimin protestën. Vetëm një autobus me 20 student, pra për shkak se në Shkup ka pas edhe grupi tifozëve komitet, pra kanë festuar për klubin e tyre. Policia është mundu pra që mos vjen deri te përplasja ndërmjet me tifozët, pak janë vonu pra ato 20 student. Dhe në momenti i dytë pas protestës, pra
janë privu, ka pas një incident, po pasi ka përfundu protesta, dhe janë të privuar nga liria 2 shqiptarë dhe 1 maqedon për shkak se ka pas përleshje fizike. Ka patur përleshje fizike. Të cilat do dënohen për shkak prishjes së rendit dhe sigurisë, por jo pra askush nuk është privu nga liria se ka marrë pjesë në proteste kështu me radhë. E kuptoj. Çfarë garancish morët për zgjidhjen e kësaj problematike, pra për respektimin e kushtetutës nga kryeministri në takimin që patët? Për hir të opinionit në Shqipëri, pra nuk flasim për drejtë nga cila është privuar dikush. Pra, deri më sot, pra, që 20 vite, pra 2 dekada, shqiptarët edhe pse studojnë në gjuhën shqipe, provimin e jurisprudencës e kanë bërë në gjuhën maqedone, edhe kur ka pas kryeministër shqiptar, edhe kur ka pas kryeministrat të drejtësisë shqiptar, pra flasim për një drejtë e cila tash duhet të fitohet. Në Zoti Mexhiti na dëgjoni? Në qeverisjet e Vlenit, ne jemi marrë pra me provimet profesionale dhe me licencat, pra kemi zgjidhë në disa segmente, që është licenca për mjekët, për stomatologët, për administratën, dhe së fundmi edhe për edukatorët në përqerë dhe arsimin parashkollor, por mbetet pra të zgjidhen edhe në dikun 10 deri 12 sferat të tjera, ndër to është edhe provimi i jurisprudencës. Pra ne sot me kryeministrin Mickovski jemi dakorduar që ligji i gjuhëve pra të implementohet dhe të gjitha provimet profesionale të mbahen në gjuhën shqipe, duke fillu nga provimi i jurisprudencës, duke vazhdu pra edhe tek licencat e arqitektëve, e kontabilistëve, e përkthyesve, gjyqësor dhe në disa sfera tjera, në dinamik shumë shpejt, sepse dikun të kërkohet ndryshim ligji, dikun të kërkohet ndryshim rregullore, dikun duhet bashkëpunim me odat e arqitektëve, odat e kontabilistëve, kështu me radhë. Ka një pyetje kolegu im Klevi Muka, ju ndoshta nuk e dëgjuat se ishi duke kthyer përgjigje, po Klevi? Fakti që është privuar për 20 vite, sepse studentët tani po pretendojnë që nuk janë zbatuar nenet dhe e kanë pasur në ligj, përcaktohet që është e drejta e tyre të japin provimin shqip, dhe absolutisht që kanë të drejtë në këtë aspekt. Fakti që nuk është dhënë deri tani s'do të thotë që me që jemi në këto kushte erdhi Vleni në koalicion dhe nuk duhet njihet fare, domethënë, se më duk absurd si justifikim. Nëse ju jeni aty për të mbrojtur faktorin shqiptar, besoj që minimumi është mbështetja e faktorit shqiptar në këtë rast. Dhe justifikimi si Mickovski në aspektin e përgjithshëm, më duket absurd, kur ju jeni përfaqësuesi i shqiptarëve aty, zotri. Po, zotri, dhe më thonë, nuk fola për justifikim, po për hir të opinionit në Shqipëri, sepse ndonjëherë krijohet percepcion i gabuar apo i rreshëm që kanë pas shqiptarët të drejtën dhe tash dikush u ka privuar. Kjo hyrje. Drejta ka qenë aty gjithmonë, nuk e kanë zbatuar deri tani, është tjetër gjë. Brenda 2 viteve më lejoni, dhe më thonë, ne kemi zgjidhë çështje që nuk janë zgjidhë 20 vite, siç është çështja e licencave për edukatorët në arsimin parashkollor, ku për provimin e jurisprudencës, dhe më thonë, aplikojnë 10 deri 10 studentë brenda vitit, ndërsa për licencë për edukatorët në qerë dhe në arsimin parashkollor janë qindra brenda vitit. Pra, ne kemi zgjidhë, dhe më thonë, për edukatorët, kemi zgjidhë për administratorët, kemi zgjidhë për mjekët, për stomatologët, dhe sot kemi dhënë premtim, pra ajo që nuk është bërë 20 vite, pra të zgjidhim në paket pra çështjen e jurisprudencës, çështjen e noterëve, çështjen e përmbaruesve, çështjen e arqitektëve, e kontabilistëve, e përkthyesve gjyqësor, edhe të segmente të tjera të cilat në momentin nuk më kujtohen. Ja keni komunikuar protestuesve këtë? Ndje Sola. Po, jo vazhdojmë. Jemi në rregull. Po, kjo ka qenë takim zyrtar dhe me kumtesë, domethënë nga qeveria e Maqedonisë. Po, a ja keni komunikuar sepse studentët kanë deklaruar që do të vazhdojnë protestat, prandaj ju pyet edhe kolegu im. Dhe nëse ata nuk e din këtë informacion, bëhen gati për protestën e radhës. Nëse është çështja për provimin e jurisprudencës, ato mund të mbledhen po të festojnë, jo të protestojnë. Lajmë mirë. Nëse kanë agjend tjetër, atëherë është çështje tjetër. Ju dyshoni për këtë? Po, do më thonë, sot ka një kontradikt aty se kanë protestuar edhe të diskriminuarit për ato që i kanë diskriminuar. Do më thonë, aty ke pas edhe ish ministrat e drejtësisë shqiptar të cilët nuk e kanë zgjidhur këtë çështje dhe sot dalin të protestojnë pse ministri Maqedon nuk e zgjidh. E kuptoj. Ndërkohë, zoti Mexhiti, nga Tirana zyrtare keni patur reagime, ju personalisht, kolegu juaj, homologu juaj,
apo kolegë të tjerë tuajt në politikën shqiptare ju kanë telefonuar, ju kanë shprehur solidaritetin, mbështetjen, se ne këtu s'dim gjë. S'ka reagim zyrtar nga qeveria shqiptare për protestën. Brenda ditës, domethënë, kom qenë në kontakt me ministrin e punëve të jashtme, zotin Hoxha, në vazhdimsi për informim për të ndërsjellë. Çfarë ju ka deklaruar ai për protestën? Çfarë keni biseduar bashkë? Këtë që po e bisedoj edhe këtu, po kemi biseduar drejt për drejt, pra edhe çështjen e atyre të privuarve, domethënë që mos krijohet që nuk janë të privuar pse kanë protestuar, po për shkak se ka pas një paleshje fizike, edhe për ato 20 studentë që kanë ardhur pak me vonesë, cila ka qenë arsyeja, ndërsa po ashtu e kom informuar edhe për marrëveshjen që kemi pas në qeveri, ndërmjet dy partnerëve të qeverisë, Vlend dhe VMRO DPMN, për avansimin e çështjes shqiptare. E kuptoj. Edhe një pyetje të fundit, ju lutem. Marrëveshja e arritur mes jush, pra mes jush dhe kryeministrit Maqedonisë, erdhi si shkak i presionit protestës apo ju e kishit programuar më herët takimin? Pra, si që përmenda, para 2 vite, ne jemi në qeveri 2 vite, dhe brenda këtyre 2 viteve, pra, kemi zgjedhur çështje për cilën as nuk është debatuar në opinion, siç është licenca e edukatorëve, pra për herë të parë pas 20 viteve provimin e mbajnë në gjuhën shqipe, licencat i marrin në gjuhën shqipe dhe mandej pra edhe ligjërojnë në gjuhën shqipe. Mbajnë kemi zgjidhur edhe disa segmente tjera në shëndetësi, ndërsa për çështjen e jurisprudencës, pra kemi dëshmuar që dim ta dëgjojmë zërin ndryshe, zërin e studentëve, dhe jemi munduar kësaj të japim kohë zgjidhje institucionale. Ato sot janë ftuar edhe nga Komiteti për Marrëdhënien Drejtnike, nga zoti Adnan Azizi, i cili është kryetari i këtij komiteti, komiteti i cili mirret me çështjet etnike dhe kur është bërë marrëveshja e Ohrit ka pas idenë që kjo të jetë dhoma e dytë e parlamentit ku bisedohet marrëveshja e Ohrit, marrëdhënien drejtnike, çështjet drejtnike dhe në mënyrë publike. Pra sot janë ftuar në Komitetin për Marrëdhënien Drejtnike që aty ta adresojnë çështjen e jurisprudencës, ta elaborojnë kërkesën dhe pra thjesht këto kërkesat që janë bërë në protesta ju ka dhënë kohja institucionale dhe zgjidhja institucionale, sepse kjo është edhe detyra jonë. Ndoshta të gjitha këto nuk janë dëgjuar siç duhet nga protestuesit. Ndoshta duhet t'ja shpërndani këtë informacion për arritjet edhe për ato që janë diskutuar dhe janë lënë për t'u arritur më vonë, sepse ata kanë deklaruar që do ta vazhdojnë këtë protestë dhe duket se ajo është gjithë përfshirëse, zoti Mexhiti, nuk ka vetëm student apo dhe ata që ju përmendët, ish ministra e tjerë, janë dhe artistë, për shembull ka artist nga Shqipëria, Lart Vasili, ka udhëtuar nga Shqipëria dhe i është bashkuar protestës në Maqedoni, në Shkup. Se kanë ardhur dhe domethënë ne kemi mirëpritë, kemi ndëgjuar dhe po institucionalizojmë kërkesat e tyre. Po japim kohë, po japim zgjidhje. Ja kuptoj. Unë ju falenderoj për këtë komunikim që patëm së bashku dhe për gjithë informacionin që na dhat. Faleminderit. Përveç të arrestuarve që përmendi zoti Mexhiti, regjia më njofton se janë edhe 2 të tjerë që i shtohen listës së të arrestuarve, një shqiptar dhe një Maqedonas. Ndërkohë, do të shkojmë në një hapësirë shumë të shkurtër publicitare për të rikthyer e për të folur për atë për të cilën jemi mbledhur në fakt. Ju a bëjmë dije pas pak.